në studio tashmë për të bërë një tjetër bisedë, të cilën e kemi të domosdoshme në fakt, ta kryejmë sa më shpesh në media, kur bëhet fjalë për leximin, për librin, për sfidat, për teknologjinë. E meqense jemi në këto ditët ku fëmijët do të jenë disa ditë pushim, e di që meraku më i madh i prindërve kur janë pushim është ato ditët e pushimit mos i shfrytëzojmë vetëm për të luajtur, për të mbajtur telefonat në përduar, por edhe për të shfletuar ndonjë libër në mënyrë të veçantë, librat artistik apo librat jashtëklase, siç i kemi të mbartura t'i quajmë që nga koha kur kemi qenë vetë nxënës. Dhe jo vetëm kaq, jemi edhe në kohën e dhuratave, kështu që jam e sigurt që kush merret me librat do të sugjeronte librin si një dhuratë ideale për çdo fëmijë, për çdo moshë, kështu që pse jo të mos jetë edhe ky një moment për t'i afruar e për t'i prezantuar gjithmonë më shumë me librin në përduar. Unë jam në studio me Rudina Çupi, e cila këtë herë do të vi për shkak të temës se do trajtojë ndër të tjera edhe si eksperte didaktiko-pedagogjike. Kënaqësi të kem këtu. Faleminderit shumë për ftesën, por faleminderit edhe për një temë që mendoj që u shërben të gjithëve, por që flitet zakonisht vetëm në atë periudhën e panajirit, edhe një herë në vit është vërtet shumë pak për të folur dhe për të nxitur leximin tek të gjithë. Mendoj që në këto ditët pikërisht që kemi shumë kohë të lirë, ne si shpivotuese kemi arritur që të nxjerrim 4 tituj për kohën e lirë, që janë lëra kohën e lirë 1, 2, 3, 4, që janë për artin, për matematikën, për ata që pëlqejnë lojën me fjalën dhe për ata që pëlqejnë lojën me artin. Dhe prerjet, sepse ne në fakt kemi një ngërç, le të themi kështu, që në sistemin arsimor dhe kurikulat që neve zbatojmë dhe programin e tyre, sepse harxojmë 2 vjet nga koha e një fëmije për të mësuar shkronjat. Dhe nga ana tjetër, nuk i kemi përgatitur këta fëmijë që të jenë, si të thuash, të jenë me muskuj të forcuar, gjë që u forcon edhe vetë besimin pastaj. Pra, unë mendoj që mosha deri në 5 deri në 6 vjeçe, në kopshtet dhe në shkollat tona, duhet të bëhet një punë shumë e mirë për përforcimin e muskujve të vegjël të dorës, e cila mund të ndodhi, mund të zbatohet vetëm nga prerjet, nga ngjitjet, nga puna me sende shumë të vogla, të imta etj, një punë shumë paraprake. Se pastaj kalohet tek pjesa e plotësimit. Të devijoj nga tema, më kujtohet që besoj shumë kush është brezi ynë punët e dorës që bënim në për shkolla, puna me dru apo qëndisma dhe gjilpëra, dhe jam e sigurt që shumë prej fëmijëve sot u ditë të shkojnë një penë në gjilpër, apo të qepin një kop, sepse shumë prej tyre janë zbehur me kalimin e kohës edhe bëhen ndoshta edhe për ciptas ose nuk bëhen. Kur isha ftuar në Suedi për një festival të letërsisë që bëhej atje dhe unë isha përfaqësuese e Shqipërisë mbas Kadarez, mbas 32 vjetës, kisha vajtur për letërsi për fëmijë. Mësova që Suedia e kishte sistemin arsimor në 2 pjesë. Pra, në pjesën e parë bënin lëndë teorike, shkencat, artin, gjuhën e gjithë të merat, dhe në pjesën e dytë të ditës, mbasi bënin pushimin e drekës, ata duhet të ishin pjesë të kurikulës disa kurse të cilat fëmija zgjidhte ndërto 3 prej tyre dhe zgjidhte i bënte gjatë gjithë vitit 3 mujorit, që do thotë mund të ishin kurse gatimi siç keni ju këtu, mund të ishin kurse të punës me ngjitje me dru etj, mund të ishin për qëndistarinë apo gjëra të tjera, sepse përveç faktit që ti do bësh një profesionist shumë i mirë të industrisë mendore, siç janë profesionet të tilla që kanë të bëjnë me punën në zyrë, mendoj që njerëzit nuk do bëhen vetëm njerëz, domethënë gjithë ky komunitet nuk do bëhet vetëm, duhet një hidraulik, duhet një elektricist, dhe gjitha këto, ata i fusin si një kurrikulum në shkollë, dhe ti mund të provoje që 3 mujorin e parë të ishe në një kurs, dhe nëse ti nuk e gjeje vetën aty, ti mund të shkojë në një kurs tjetër, ama në fund të vitit shkollor, nëse ti nuk merje një nga këto kurse, ishte pa aq e rëndësishëm, sa që ishte edhe një lëndë tjetër si mund të ishte për të mos e neglizhuar, pra për mos të konsideruar si një gjë thjesht aktivitet argëtues. Kjo lloj gjëje është një sistem jashtëzakonisht shumë i mirë formuar, edhe për faktin që ne shkollën e kemi shumë teorike, tani le ta themi këtë gjë, domethënë ne i ngulim fëmijët në një karike, u adëmtojnë shtyllën kurizore dhe syt, sepse ulim që 3 vjeç duke mësuar ato shkronjat, ato numrat vetëm me shkrim. Domethënë, ne kemi ngelur në një
status shumë të çuditshëm që nëse Aristoteli u shpjegonte nxënësve të tij me një shkop në rër astronominë apo të gjithë shkencat e tjera, ne sot kemi ngelur me një mësuese që mjafton të ketë një tabelë dhe një shkumës dhe me këto dy sende të thjeshta, dhe pse në botë ka miliona sende dhe miliona fabrika që prodhojnë mira çikërrima të vogla, ne kemi ngelur pikërisht te këto dy sende shumë elementare, duke mësuar çdo gjë në mënyrë shumë teorike. Edhe mendoj që pikërisht për të dalë pak nga ai fabrikimi që u bën shkolla fëmijëve, unë mendoj që këtë punë prindrit, unë i kuptoj shumë mirë që nga fakti që janë në punë i bën një kanalizim tjetër nga njëra shkollë në atë pas shkollën bazim, në një after school, që do të thotë që ky lloj prindërimi i bërë nëpërmjet të tjerëve, ndërkohë që kur lexoj një libër me nënën ose babain ose gjyshen në mbasdite, ngrot në atë bataninë e ngrohtë se janë në ato ditë që në shtëpia shijon. Aroma e nënës që ti ke pranë, që është e paharueshme për fëmijën, ai çasti i kaluar bashkë, pra që jo fëmia ta lexojë aty si detyrim, siç bën detyra të lexojë dhe një libër, diskutime me njëri tjetrin për një gjë, mësimi i fjalorit, hapen tema për përvoja që mund të ketë pasur prindin në një fëmijërinë e vet të hershme. Do të thënë është një situatë që bën kujtime shumë të bukura familjare. Ne mendojmë libri si një gjë si një detyrim, si një gjë që duhet. Por lexova një shprehje shumë të këndshme pak më parë, duke nuk dua të dalë në këtë konkluzioni sepse është pak jo pozitiv, sidomos në ditët e festave. Por mendoj që shkolla ose arsimimi do ngelet si një pasuri për të pasurit, sepse kam përshtypjen se duke e formalizuar në farë mënyrë parafabrikuar shkollën, vetëm në disa gjëra shumë teorike siç e kemi tani, duke bërë shkollën të padashur për fëmijët, kam përshtypjen se vetëm ata që do kenë mundësi që ti gjejnë mësuesit më të mirë që janë dhe kreativ, që u mësojnë fëmijëve mendimin kritik etj, janë ata që do ta duan, sepse duket sikur në shoqërinë e sotme, ku i diplomuari është i varfër dhe hajduti është i pasur, ne nuk kemi asnjë arsye për t'i mbushur mendjen këtyre fëmijëve që të vazhdojnë dhe të arsimohen. Dhe në qoftë se ne ja ngulisim që në fëmijërinë e hershme, duke bërë një proces leximi, një proces familjar dhe një proces fëmijëror, ne do t'i mbajmë e para në këto kontribuojmë të mbajturit të fëmijës, sepse ne i shikojmë ata si nxënës dhe kjo është e tmerrshme. Është shumë e tmerrshme ta shikosh një fëmijë që ka një botë shumë të pasur, t'ia minimizosh botën e tij vetëm te detyra dhe ta konsiderosh atë si një nxënës, që në çdo minutë duhet t'i përgjigjet një urdhri të mësuesit, urdhri të prindërit dhe bëjmë ata domethënë të bindur dhe njerëz që nuk kanë një mendim kritik të vetin, që nuk kanë mundësi ta shprehin atë mendim kritik, sepse në shkollë ti duhet mendosh që ujku është i keq, që kësulkuqa është e mirë etj, duhet ta mësosh në mënyrë shumë katrore, ama nuk e mendojmë që ishte kësulkuqa që shkoi në shtëpinë e ujku dhe ishte ajo që e provokoi në një farë mënyrë situatën dhe nuk mund të ishte vetëm ujku që ishte uritur, dhe ishte i keq sepse ishte i uritur. Domethënë, ka disa gjëra që mendimin kritik ne po e zhdukim nga kjo shoqëri, sepse mendojmë që çdo gjë zgjidhet nëpërmjet AI, domethënë do ndalojmë pak këtu. Te kjo gjëja që tani mua më dhëm koka, në qoftë se mua më dhëm koka, tani për ta shëruar unë duhet të di rënjën, pra duhet vë diagnozën, duhet gjej rënjën e kësaj gjëje sepse mund të jenë një mori, gjëra që më çojnë më te dhimbja e kokës. Tani, në qoftë se kemi problem zgjidhës këtë AI-n, këtë chatin, fillimisht duhet të dish ku të pikon çatia që të shkosh edhe domethënë që të shkosh dhe prandaj mendoj që kam dëgjuar nga më shumë se sa 2 mësuese, këto sidomos të vitit në fundit, që kanë filluar në mënyrë të veçantë të dëgjues, të letërsisë, pra këto lëndët edhe shoqërore që kanë nevojë për një mendim kritik apo për një vrarje turi pak më shumë në shtëpi, të shmangin dhënien e detyrave të shtëpisë. Pikërisht nga
ky realitet që ne po jetojmë, sepse detyrat do të vinë të gatshme nga një chat GTP, do të kopiohet dhe fletore do të mbushet. Po, edhe pse s'ka kohë të lexoj të gjitha. Se chati i nxjerrë shumë gjatë. Kështu që realisht më erdhi shumë keq edhe për pozicionin e mësuesve sot, se në vërtet themi shkolla, apo librat, apo programi arsimor etj. Po ndërkohë është një përballje realisht e frikshme. Pra ku ti vë gjithmonë në pikpyetje nëse ke një fëmijë që është përpjekur 30 minuta për atë detyrën apo është dashur thjesht ta kopjoj nga një chat i gatshëm. Tani juve ju vjen keq për këtë, unë mësuesen e kam bërë për 7 vjet në një shkollë ndërkombëtare dhe kam pasur mundësinë dhe të krahasoj pak sistemin tonë me sistemin e tyre. Dhe ne që në strukturën e kurrikulës kemi disa gjëra që nuk shkojnë, siç të thash. Ne kemi 2 vjet për të mësuar shkronjat. I dërmoj fëmijët të shkruajnë midis rreshtave shkronjat e dorës, kur ai me shkronjat e dorës do bëj vetëm firmën. Dhe nuk e kuptoj pse duhet humbur 2 vjet nga jeta e një fëmie që ti ta ngulësh në atë tavolinën, të bësh 5 faqe nga një gjë që nuk do t'i duhet kurrë. Që këtu është një stres i madh për prindrit. Domethënë klasa e parë unë mendoj që nëse ne i rikthehem kohës time me vajzën, për mua ishte një gangren shumë e madhe, ulja e bërjes së detyrave për orë të gjata, ndërkohë që ai kishte punuar gjithë ato orë në shkollë dhe punonte dhe mbasdite në shtëpi, që do të thotë që unë si e rritur punoj 8 orë, ndërsa fëmia im punon 12 orë në ditë. Më kjo është e tmerrshme. Dhe nga ana tjetër, kemi përsëri dalë te sistemi, sepse nëse një sistem është i rregullt, ti bën punët shumë herë më të thjeshta. Përveç faktit, ne kemi të detyrueshëm parashkollorin. E megjithatë nuk e kemi vënë një numër. Pra, është një sosja shënsorë që i vendosin 1-0. Në qoftë se ti ke bërë të detyrueshëm, ajo është klasa 1. Dhe në krahasim me shkollat, domethënë ndërkombëtare, sepse çfarë bëm? Ne shkencat i morëm nga shkollat ndërkombëtare dhe duke menduar që ky është një program i klasës së parë, filluam të merrnim libra të klasës së parë të anglisë, për të cilës ne morëm Pearsonin që morëm shumicën e librave. Tani, ata klasë 1 kanë parashkollorin dhe ne s'na përputheshin planet dhe programet tona, plan-programet tona, me plan-programet e tyre, sepse ata kishin parashkollor dhe ne kishim klasën e parë dhe që këtu fillonte një gërç shumë i madh. Pra ne logjikisht i bie që përfshirë dhe parashkollorin edhe 5 vite që tashmë është cikli fillor, pra ka qenë 4 plus 4, i bie që ne bëjmë 6 vite fillore dhe pastaj jo, ti mund ta kesh klasën e parë edhe duke filluar nga 6 vjeç, fëmia duhet edhe 6 vjeç mund të jetë. Jo, them i gjithë cikli i bie 10 vite. Nuk kemi një shkollë 9 vjeçare, nëse edhe parashkollorin e konsiderojmë shkollë, e quajmë vit shkolle, që bëhet në shkollat publike. Pra, ky është një llogari matematikore shumë e thjeshtë, por atëherë nëse ti e vën të detyrueshëm, këto duhet të vendosësh një emërtim kësaj klasës, pra klasa 0 ose klasa 1, nuk mund ta konsiderosh si një gjë jashtë sistemin. Pra ai nuk konsiderohet as parashkollor as në shkollë, domethënë që këtu fillon gërçi. Dhe nga ana tjetër, me sistemin kemi bërë arnime shumë të ndryshme të shkollave. Që do të thotë që në fillim kishim filozofinë. Filozofia e shkollave është një problem shumë i madh, sepse një prind që ndryshon në shkollë nga një shkollë tjetër, filozofia e shkollave është një çmenduri e madhe dhe përshtatja me filozofinë e shkollës, qoftë prindërve, qoftë nxënësve, është një gangren që nuk di t'ju them, sepse ne vim nga një shkollë pothuajse me një frymë ruse. Pastaj kemi shtuar arna nga më të ndryshmet kësaj shkolle dhe është bërë një mishmash që ne nuk e dim tashmë se çfarë drejtimi, çfarë shkolla kemi. Nga ana tjetër, kemi dhe shumë gjëra të tjera që, për shembull, mbaj mend që ky ndryshimi i gjithë këtyre gjërave nuk është si thua, nuk është përditësuar me trajnimin edhe të mësuesve. Për shembull, në biologjinë që erdhi e importuar nga anglishtja, përveç termave që ishin një shpjeguese e përkthente kështu dhe një tjetër kështu, përveç kësaj që ishte një problem tjetër shumë i madh, ishte edhe fakti që ata për shembull me rritjen e bimës merren një kapitull të tërë dhe është një trimestër i tërë që në biologji ata masin bimën sa është rritur, marrin një fasule, e mbjellin dhe masin. Tani në shkollat shqiptare mësuesja e kishte herën e parë, matja mbaronte për 2 minuta, çfarë do bënte ne për 40 minutat e tjera. Ndërkohë që atyre mësuesve që janë të huaja u jepet një mundësi shumë e madhe me fleta pune, në të cilat ata i realizojnë me 2 klike
klikun e shkarkimit dhe klikun e printimit. Në këtë mënyrë, mbasi mbaronin atë fëmijët dilin në disa konkluzione të tjera nëpërmjet një lloj pune tjetër që bëhet puna teorike që do të jetë gjithmonë bashkëshoruese me eksperimentin që ti je duke bërë. Tani, për te këtyre, unë do shkoj te pjesa që e kam më shumë për zëmër, që është gjua shqipe. Tani, një nga problemet më të mdaja, se tash në fillim se është kjo pjesa që të kapim nga më e thjeshtat e më e vështira. Ne vazhdojmë të kemi sot e kësaj dite gjuhën dhe letërsinë bashkë. Tani, unë jam shumë pro që në klasat më të vogla kjo të jetë bashkë. Por, mendoj që dikur duhet të ndahet. Ne vim nga një sistem që gjuhën shqipe e kemi bërë 5 herë në ditë. Do më falë 5 herë në javë, ndjes, ose 6, se shkollat e reshtë edhe të shtunën. Dhe edhe pse kemi në dorë telefonin, ne vazhdojmë edhe si brez, vazhdojmë të shkruajmë edhe nëse shkruajmë në mëndës, përsëri eja nuk mungon. Në ditët e sotme, gjuhës shqipe i kanë ardhur dëmet e pa imagjinueshme nga sistemi në të cilin neve kot kemi bërë një fest alfabeti, në qoftë se ne kemi kaq shumë analfabet. Është e pa imagjinueshme të bësh fest për analfabetizmin, sepse kjo nuk është e drejtë karshi gjuhës. Do të thënë bën 2.5 orë gjuhë, matematika është 5. Tek e fundit, po ta marrësh, nuk jam kundër matematikës. Por nga ana praktike, matematika duhet një telefon që ka një makinë llogaritse brenda të inkorporuar brenda, edhe ti kreve punë. Një mësuese matematike do ta kundërshtonte këtë. Do ta kundërshtonte Sigurt. Nuk jam kundër matematikës dhe nuk them që orët ti merren matematikës, por duhet jemi më praktik në bërjen e gjërave, sepse gjua është element kombëtar. Kudo që të shkosh, ti merr vesh që tjetri është shqiptar në aeroport sepse ai të flet shqip. Minimumi më i mundshëm pa bërë filozofira të tepërta. Dhe është gjua që ty të formon si person. Pra gjithë kultura jote vjen kryesisht përmes gjuhës. Nëse ne do bënim një rezume, të paktën të 10 vjeçarit të fundit në sistemin arsimor ka patur ndryshime apo faza eksperimentimi dua t'i quaj në fakt, siç ishte ai 2 orarshi, pra 2 orë gjuhë, 2 orë matematike etj, një vit zgjati. 2 gjuhëshi brenda shkollës, shorti me zgjedhje nga klasa e 3, ndërkohë gjua angleze që në klasën e parë, përfshim këtu dhe fazën e Covidit, mësimi nga shtëpia, domethënë mirë ai brez që ka kryer shkollën në këtë 5 apo 7 vjeçarin e fundit, dhe këtë e them dhe nga eksperienca si nën me 2 fëmijë në ciklin fillor. Fakti që unë kam mëshuar, të bësh didaktikën për fëmijë është më vështirë sot, sepse e para nuk e prindër që ulen bashkë me fëmijën t'i shpjegojnë disa gjëra që janë që duhet ja ketë mësuar mësuesi sipas një pjesë të madhe të fëmijës, po unë mendoj që prindi në ditët e sotme duhet ta bëj shkollën bashkë me fëmijën. Po, e padiskueshme. Dhe përtej kësaj mendoj që ndjekja e gjithë sistemit, domethënë të rritjes së fëmijës është sidomos e gjua. Sot ke fëmijë që janë shqiptar dhe si kur arritur në diasporë. Edhe ky është një problem shumë i madh. Dhe nuk din të formulojnë një fjali në shqip dhe nuk vën baresat në fund, dhe heqin nyje, dhe mbiemrin e vën para emrit siç e kanë në anglisht, dhe ka shumë raste që fjalin gjysmën e ke në anglisht. Po. Dhe ky është dëm i madh i futjes së anglishtes që në pa mësuar ende shqipen, pa mësuar ende mirë shqipen, ti fut dhe një gjuhë tjetër të lytë, për mua kjo është një problematike. Por problematika më madhe që ndronë në faktin... Dhe me këto ta mbyllim, se e pas kemi të i kaluar. Problematika më madhe është që e para duhet më shohim tek gjuha dhe e dyta te leximi, që është më kryesorja, sepse në 45 minuta një mësuese që ka 40 fëmijë i bie 1 minutë të dëgjojë një fëmijë se si lexon. Dhe kjo është shumë pak. Unë mendoj se orët e bibliotekës duhet të jenë orë të veçanta, unë mendoj se leximi duhet të jetë një orë më vete dhe një orë që duhet të zgjas gjatë gjithë javës, jo vetëm 2 herë në javë dhe vetëm kaq. Është shumë pak. Se ndryshe nuk do dim të flasim, të lexojmë shqipe dhe që po e ndjejmë dhe kemi disa vite që po e ndjejmë. Unë të shikoj nga prindrit interesi i tyre në Panair këtë vit për libra didaktiko-letrar që unë bëj, sepse ne themi një histori gazmore në fillim dhe pastaj punoj me një element të gjuhës, ka qenë goxha e madhe dhe më vjen shumë mirë edhe për rikthimet ose me faktin që ata sugjeronin persona të tretë që mendonin që këta libra ishin vërtet libra shumë të mirë, por edhe interesimin e after schooleve që i shikojnë libra tanë si
libra mbështetës për shkollën, por që në një farë mënyre kanë qenë një lloj interesi ndaj këtyre gjërave, sepse po e shikojmë vështirësitë që prindërit kanë për të shpjeguar gjërat fëmijëve dhe për t'i mbajtur në... Të pres për sëri. Faleminderit. Ishte shumë të mirë me faleminderit shumë për kohën dhe për gjithë çka ndave. Faleminderit. Kjo ishte Villa 24 për sot. Ju uroj të kaloni një ditë sa më të bukur. I takohemi.